Jo Kelmen Balili, por një pronë e familjes së tij është kthyer këtë herë në mollë sherrri mes Partisë Socialiste dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim. Një godin dhe një sipërfaqe në lagunën e Vivarit në Butrind, që administrohet prej 5 vitesh nga kompania Balili Security SHPK, ka çuar në përplasje institucionale mes dy ministrive, të PS-s dhe LSI-s këtë fillim javë. Me një vendim të Ministrisë së Mjedisit në vitin 2012 dhe autorizim të Ministrisë së Ekonomisë, kjo sipërfaqe i ka kaluar me kontratë qiraje 10 vjeçare kompanisë së Hektor Balilit, vëllait të Kelmen Balilit, me qëllim ushtrimin e aktivitetit të peshkimit dhe akuakulturës. Një përfaqësues i Ministrisë aktuale të Ekonomisë ka mbërritur në këtë objekt, i shoqëruar nga policia, e ka kërkuar lirimin e tij, pasi pretendon se ka një vendim gjykate që kjo pronë t'i kalojë në administrim një tjetër qiramarsi. Disa autoblinda policie janë parë të mbërrinë së bashku me drejtorin e shërbimeve juridike të Ministrisë së Ekonomisë Fatmir Hoxha, por në objekt ata kanë gjetur përfaqësuesin e Ministrisë së Bujqësisë si institucioni që ka lidhur kontratën me kompaninë e Balilajve. Unë kam marrë me autorizim të ministrit, me urdhën e ministrit dhe me shefin e ministrit. Edhe unë me urdhën e ministrit jam këtu. Jam ai që kam kontratën në qeras. Absolutisht, e ke dhënë gabim. Po do të marrusin. Është ministri jot kë. Po. Edmond Gjinasto, ministri i ekonomisë. A ka autorizuar ministrin tim të asaj kohe për të dhënë pronën me qera. Ministri jot kundër ministrit tim, shteti shqiptar kundër shteti shqiptar. Ora ti zotëri tani nuk e di, konflikti midis ministrave këtë nuk e di. Nuk ka thënë njëri mua. Do të hedhësh poshtë kontratën. Po s'kam punë atë kontratë, nuk e njeh fare. Po kam punë unë se zotëria ka bënë investim ka. I ka paguar ti shteti shqiptar në 4 vjet. Unë kam një kontratë përpara kësaj kontrate. Ka marrën 2016. Përfaqësuesi i Ministrisë së Bujqësisë ka këmbgulur që prishja e kontratës bëhet vetëm me vendim gjykate dhe ekzekutimi kryhet përmes përmbarimit. Ti po më sjell mua me vete, tash një privat. Te është i privat tjetër. Ky ka kontratë qeraje me Ministrinë e Bujqësisë, ai ka vendim gjykate me Ministrinë e Ekonomisë. Në rregull, unë po të them. Zotëria bashkë me ju, udhini poshtë kontratën në gjykatë, ne dorëzojmë pronën. Debati ka vijuar për rreth 2 orë, ndërsa forcat e policisë kanë qëndruar në objekt në gatishmëri për të ndërhyrë pa praninë e zyrës së përmbarimit. Të dy përfaqësuesit e ministrive nënshkruan një proces verbal ku pasqyronin zhvillimin e situatës. 87 kod 22 i 5 2001 ndërsa forcat e rendit u larguan pa qenë nevoja të ndërhyjnë.